Identifikimi i rasteve të veçanta. Shtyp butonin Lista e veçantë vetëm nëse zgjedhësi paraqitet në qendrën e votimit me një vendim të gjykatës, apo ai është komisioneri i asaj qendre votimi dhe nuk është në listën e zgjedhësve të saj, apo komisioneri i zonës së administrimit zgjedhor dhe nuk është në listën e zgjedhësve të asaj qendre votimi, apo operatori PEI në atë qendër votimi dhe nuk është në listën e zgjedhësve të asaj qendre votimi. Kujdes! Këto raste mbahen shënim në regjistrin e posaçëm. Identifikimi i zgjedhësve me vendim gjykate. Në rast se një zgjedhës paraqitet me një vendim gjykate në qendrën e votimit për të votuar, atëherë shtyp butonin Lista e veçantë. Në ekran do të shfaqet një dritare me dy opsione: administrata zgjedhore dhe vendim gjykate. Zgjidh opsionin vendim gjykate e pastaj shtyp butonin Ruaj zgjedhjen dhe vazhdo. Skanojmë dokumentin e identifikimit dhe ndjekim hapat në pjesën e procesit të identifikimit. Identifikimi i administratës zgjedhore. Nëse zgjedhësi që kërkon të votojë është komisioneri i asaj qendre votimi, apo komisioneri i zonës së administrimit zgjedhor, apo operatori PEI në atë qendër votimi dhe nuk janë në listën e zgjedhësve të asaj qendre, atëherë shtyp butonin Lista e veçantë. Në ekran do të shfaqet një dritare me dy opsione: administrata zgjedhore dhe vendim gjykate. Zgjidh opsionin administrata zgjedhore dhe pastaj shtyp butonin Ruaj zgjedhjen dhe vazhdo. Skanojmë dokumentin e identifikimit dhe ndjekim hapat në pjesën e procesit të identifikimit.